Fëmijët e Qendrës Kulturore Fato Berberi sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë u bën pjesë e aktivitetit Libri Miku Ynë, ku përcollën pjesë nga krijimtaria e autorëve shqiptarë të huaj. Ishin një saurita, të rritë e thoshte për dita, mos u mbur e mos u mbaj, i thoshte shoqet e saj. Ishe menduar edhe helmuar, se asnjëri se kish nderuar. Leshëra dredhur, mi krahëruar, e sytë e bukur, fort zgudhulluar. Fjala dero bëhet ero, dhe shtëpia ngel pa dero. Për një më që ti se vë, fjala mik bëhet ik. Që bën kështu more besnik, a i thuhet mikutik. Me zë të vrerosur, që të shëha jo puna. E ngriti zërin në kup të qelit, kërkoj të nxirnin urdhëresa, me shpresë se do të animonin disa që merren veç me shkresa. Para kamerës son, ata u shprehën mbi rëndësinë që ka libri në jetën e tyre. Unë jam shumë e lidhur me librin sepse mua më pëlqen shumë të lexoj dhe të jem shumë tërheqëse ndaj librave. Pëlqen përralla, tregimet apo poezitë më tepër? Poezitë. Libri është shumë i rëndësishëm në jetën time sepse ai më jep shumë njohuri, më jep dije, më jep dritë. Libri është ai që të hap të gjitha dyert e jetës për të çuar dhe për të mboshtur udhëtimin e vështirë që të jep jeta. Libri është gjëja më e rëndësishme, është e gjithë dija, është e gjithë mësimi dhe ai të ndihmon që gjërat, pengesat e vështira të jetës të lehtësohen më shumë për ty. Mua më pëlqen shumë libri nga që dua të lexoj dhe të mësoj, dhe mua më pëlqejnë më shumë librat me pralla. Për disa prej fëmijëve u shpërndan edhe certifikata si lexues të rregullt të saj, ndërsa pati dhe nga ata që sot hapën kartelën në bibliotekën Tasim Gjokutaj. Sot, pasi është dita e librit, unë kisha dëshirë të bëhesha anëtare e bibliotekës së QKF-s dhe unë mora librin në reja gjyshen e do shumë. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, ne zhvilluam në mjediset tona një aktivitet për librin, për mikun më të ngushtë të fëmijëve dhe jo vetëm, sepse libri nuk na ndryshon thjesht ditën, ai na ndryshon komplet jetën. Ne jemi të lumtur që këtë aktivitet e bëm edhe pasi kemi rikonstruktuar bibliotekën tonë të titulluar Tasim Gjokutaj, sepse kishte kohë që Qendra Fato Berberi kërkonte një rregullim dhe një rikonstruktim të bibliotekës, sepse biblioteka është mjedisi ku fëmijët ndihen si në shtëpinë e tyre. Dhe ne në aktivitetin ton këtë donim të përcjellim. Këtë mesazh donim ti më shohim faktit që libri duhet jetë gjithmonë pranë nesh. Prej vitit 1967, data 2 prill, ditëlindja e një prej shkrimtarëve më të dashur për fëmijë, Hans Christian Andersen, është shpallur si ditë e veçantë e nxitjes dhe inicimit të dashurisë së leximit te lexuesit e vegjël.